Më 28 maj do të përurohet sistemi One Stop Shop në Azhincë të Maqedonisë së Veriut, e cila ndan pikën kufitare mes Maqedonisë së Veriut me Kosovën. Ky sistem është një model modern i kontrollit të integruar kufitar, i cili lehtëson qarkullimin e qytetarëve dhe mallrave mes dy vendeve me kontroll vetëm një herë nga shteti pritës. Zëdhënësja e qeverisë së Maqedonisë së Veriut, Venera Azizi, ka thënë se ky sistem, përveç lehtësimit të qarkullimit, nënkupton dhe siguri të shtuar dhe zhvillim ekonomik. Ky sistem që e vendosëm në Bllacë dhe Azhincë nënkupton urlidhës e lehtësimi të qarkullimit të qytetarëve, të mallrave dhe nënkupton edhe siguri të shtuar dhe zhvillim ekonomik. Ndërkaq do të vazhdojmë menjëherë me futjen në sistem të One Stop Shopit dhe në Tabanovcë dhe Qafllan, dhe me këtë do të përmbyllim dhe më tej me vendkalimet e tjera kufitare sistemin One Stop Shop mes Maqedonisë së Veriut dhe shteteve që kufizohet vendi ynë, ka thënë Azizi. Azizi ka shtuar se sipas të dhënave të muajit prill dhe maj të vitit të kaluar dhe të këtij viti, më 2024 kishte 550.000 kalime, ndërsa në 2025 mbi 876.000 kalime. Ky sistem muaj më parë është vendosur dhe në pikën kufitare me Bllacë, Hantë e Lezit. Përveç përfaqësuesve institucional nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut, i pranishëm në këtë ngjarje do të jetë dhe ministri në detyrë i punëve të brendshme, Xhelal Zveçla.